kam vepruar. Të thuash që është një nga grupet më të rrezikshme, nuk mundem ta them dot. Nuk mund të them. Për shkakun sepse e tërë profili organizatave shqiptare, të cilët kanë arritur të dominojnë qoftë në Amerikën Latine, por qoftë edhe në Europë, kanë po të njëjtin profil, pra janë të ngjashëm. Ne nuk mund të themi që këta vetëm ky grupi që drejtohej nga Çobo ishte më i rrezikshëm. Të tëra grupet shqiptare që veprojnë karakterizohen nga dhuna. Karakterizohen nga fakti që lidhjet mes tyre janë shumë të forta për shkakun jo të një strukture dhe një fakti që është dikush që drejton dhe pjesa tjetër e grupit i ndiqet, por lidhja bëhet e fortë për dy element kryesor. Një, për shkak të lidhjeve klanore, të themi, qoftë farefisnore, por qoftë edhe lokale, dhe e dyta, nga frika e revanchit. Pra, kjo ka bërë që grupet shqiptare të kenë ekspansion, të themi, apo të rinë të kenë, të zotrojnë zonat të caktuara në vendet e Bashkimit Evropian. Por megjithatë, e krahasuar kriminalitetin shqiptar me grupet e tjera të rajonit, mendoj se janë shumë më të dhunshme grupet e rajonit. Se sa shqiptare? Janë më të dhunshme. Po të flasim për... Po ju them, sa unë kam lexuar, mund të gabojmë. Që kanë më të urtë çunat? Jo, shqiptarët kanë vetëm një problem, dhe njerë. Me sa unë kam lexuar në tipologjinë e grupeve kriminale, shqiptarët ju pëlqen të duken. Pra, këtë sjellje, këtë arrogancën. Dhe kjo dukja lidhet te luksi? Te jeta e luksit? Këtë arrogancën që e shfaqim për ditë, bëjmë xhiro në blok. Bëjmë xhiro ku duash ti. Do të thonë një Range Rover. Të përplas. Celular, do të thonë i tipit fundit. Po themi këto bijuteri. Bijuteri me këto. Arrogancën e krimit. Siç është arrogante politika, po kaq arrogante është dhe krimi shqiptar. Do duke thënë që krimi shqiptar këtë arrogancën e merr nga politika? Apo politika e merr nga krimi? Jo, po themi që kështu jemi ne shqiptarët. Dhe krimi shqiptar po të shohësh në vendet e Europës dhe aty bërtet. Ndoshta ndonjëherë kam menduar, se bëj krahasimin e grupeve kriminale të themi që janë në Maltezi, që janë në Serbi, që janë në pjesë të Kroacisë. Realisht kanë struktura shumë më të forta, kanë përfitime shumë më të mëdha. Por profilet e këtyre personazheve është profili shumë i ulët, nuk bijnë në sy. Ndërkohë që shqiptarët kanë rënë në sy. Mua më ndoshta lexuesit ose shikuesit tuaj do t'i dukem njeriu më naiv. Për shembull, këtu është folur shumë gjatë të themi për Dritan Rexhepin. Po? E kthyen në kokën e krimit, nuk e di. Po? Për mua nuk është si i tillë. Sigurisht që ka aktivitet kriminal, por jo ta e vendosin sikur drejtonte ishte më i lartë se sa kartelat meksikane ose të grupeve të caktuara. Okej, do të pyes për ato, po mbetemi te operacioni Ura. Linda, na procedurat që janë kryer deri tani ka një fakt që ka filluar të debatohet dhe diskutohet gati edhe nga fajsues të politikës. Masat e arrestit për operacionin u kërkuan nga SPAK më 19 mars. U aprovuan më 30 prill. Pra, mbas 42 ditësh. Ndërkohë që ekzekutimi i tyre u bën në 20 maj. Pse ndodhi gjithë kjo diferencë? Cilat janë arsyet që të kaloni 62 ditë nga kërkesa e SPAK dhe 9 ditë pas zgjedhjeve të 11 maj? Se tani edhe të mos ketë fare lidhje, një politikan e lidh dhe kështu e ka lidhur. Po, e është në të drejtën e vetë të bëj edhe akuza, sepse është shumë më i lirë se sa ne. Tani unë po i bëj pyetje një njeriu kompetent. Cili është mendimi yt? Atëherë, unë nuk kam prova për të dalë dhe për të thënë që deklarata që thot lideri i opozitës kanë dhe jo vetëm ai. Po edhe politikanë tjerë kanë bërë. Po ndërkohë ne nuk kemi një provë të caktuar që ta vërtetojë këtë. Ne mund të ngrem vetëm dyshimet në lidhje me këtë. Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratën e kreut të SPAK. Dhe ai e ka argumentuar vetëm me po se është përgjigjur zoti Domane. Është përgjigjur zoti Domane dhe ka me procedura të themi administrative. Unë do ngrija pikpyetjen
jo për kohën, Lendi, po do ngreja për pyetje nëse do ishin ekzekutuar apo jo. Ne mund të ngrem pikë pyetje si ka mundësi personazhet kryesore, të themi qoftë të cilët akuzohen si drejtuesi kësaj, nuk janë arrestuar. Ktu është pikë pyetja. Po pse s'u arrestuan, Linda? Atëherë, pse s'u arrestuan personat të tjerë të cilët janë akuzuar gjithmonë në krye të grupeve kriminale? Sepse kthehemi prapë në fillim tonë. Jo janë të fort, mund të jetë dekonspiruar operacioni. Jo, prit, se ti thua se gjëra kaq forta dhe ne nuk mund t'i kalojmë kështu që me një fjalë gotë, do të thënë policia ka dekonspiruar operacionin? Atëherë, unë nuk thash këtë. Unë thash mundet, dhe kjo nisur nga fakti i dosjet... Po dyshoj Lindita Çela tani, më fal, unë marr... Po të bëj një analizë dhe po them, në qoftë se ka, jo vetëm për Shqipërinë, apo në qoftë se ka një të mirë që ka ndodhur në këto vitet e fundit, është shkodimi i komunikimeve Sky, të platformave të komunikimit. Kam pasur fatin të lexoj edhe intervistat, apo ne të marrim dhe një intervistë personat kyç që kanë komunikuar dhe kanë shkoduar, dhe me prokurorët kryesor në Francë që janë marrë me... E ke intervistuar prokurorën në Francë? Po, janë intervistuar dhe OCCRP ka pasur shkrime të plota dhe të sakta në lidhje me komunikimet Sky. Pra, në qoftë se ka të themi, më të mirën që ka ndodhur këto vitet e fundit është pikërisht ky shkodimi i komunikimeve Sky. Sepse aty shikon, deri më tani ne kishim perceptim, por aty gjen prova, aty gjen komunikime. Është si të thuash, po të lexosh që kam pasur prapë mundësinë të lexoj, jo vetëm ato komunikimet që kanë dalë ose dalin në mënyrë periodike ose në mënyrë të përmbledhur në dosjet hetimore që rrjedhin nga prokuroria e posaçme, ti të duket në komunikimin sikur jeton me të, sikur e ke parasyve, sikur të shfaqet. Kjo është skena e të komunikuarit që ndodh nëpërmjet komunikimeve Sky. Dhe fal këtyre komunikimeve Sky, ne kuptojmë në cilin nivel ka deportuar krimi organizuar. Në qoftë se më herët ne si gazetar, ju keni qenë shumë herët se sa unë gazetari kronikës, se ju e dini shumë më mirë të themi inkriminimin, apo në cilin nivel ka qenë inkriminimi sistemi. Nuk është avantazh të qenit i vjetër, avantazh të jes cilësor. Këtë isha duke nëse do të ma lejonit, dhe ju e dini shumë mirë diferencën në cilën si ka qenë të themi pak më para sistemi i drejtësisë. Ka dosje të caktuara dhe ka komunikime të caktuara që prokuror të nivelit të lartë, njëri për tyre të themi është sot në bangën e të akuzuarve. Kemi një drejtues të lartë të policisë së shtetit që sot janë prapë në të arrestuar dhe në akuzë për dekonspirimin e informacioneve. Ndoshta edhe për faktin që të kërkoj ndjes që nuk kam sakt emrin e personit, por historit e tim mos gaboj flitet tek dosja Plumbi Art, mos gaboj. Ishte shef krimesh të cilët raportonin, të cilët tregonin, janë dosje që sot janë përballë drejtësisë, tregonin palës kundërshtare, punonin, përdorin të gjitha infrastrukturën shtetërore. Infrastrukturën shtetërore çka duhet të them komunikimet të caktuara, platformat të caktuara, të cilët ja vinin në dispozicion bandave të tjera. Pra, fal komunikimeve Sky të them, ne sot kemi një panoram shumë më të qartë në të cilën ku ka deportuar krimi. Ka deportuar në prokurori, ka deportuar në polici, ka deportuar në politik. Por prapë më lejo të them që ky nuk është vetëm Shqipëria. Madje nëse ne do ta krahasojmë proceset hetimore, çfarë ne dosjet në të cilat kemi ne tani, krahasuar me rajonin, ke pasur në rajon politikanë të cilët janë arrestuar, keni në Maltëzi, ka po ashtu në Serbi, politikan, gjyqtar, po ashtu dhe prokuror të lartë. Po Shqipëri? Në Shqipëri, ndaj jam duke të thënë, kur ne flasim për këtë dosje në këtu, superlativat e kësaj dosje, unë jam shumë skeptike. Nuk është gjë tjetër për mua, veçse një grup i caktuar, i cili për shkak të komunikimeve dhe hetimeve të caktuara që janë bërë, qoftë në Itali, se vërtet ne në Shqipëri themi që është hetimi italian. Jo, edhe italianët hetimi është nisur dhe të themi është zyrtarizuar nga Italia për shkakun sepse vepra kriminale kryhen në Itali.
por rrjedh sërish nga çkodimet e komunikimeve të platformave të pra nga Parisi sërish. Sigurisht. Dhe aty janë të gjitha komunikimet. Ka shkuar aty për shkakun e veprimtaria dhe objekti kriminal që ndodh është në qytetin italian dhe ka ardhur në Shqipëri. Tani, një pyetje thelbësore dhe e rëndësishme mendoj unë, ndoshta më e rëndësishme është ajo që ka ndikuar këta në zgjedhjet e 11 majit. Unë them që çdo kush që ka para në këtë vend ka ndikuar në zgjedhjet e 11 majit, sepse po të themi ne të dy sot, po ka ndikuar, unë duhet të të jap prova aty si ka ndikuar. Ndërkohë, ke sigurt që do ta bëj këtë pyetje, ku i ke provat? Në këtë tavolinë, në këtë emision, pa diskutim që çdo gjë i thotë edhe e provondi këtë po të shkojnë në gjykat, se ato çojnë emisionin në gjykat. Si e provondi? Kjo është pyetja. Dhe në dosjen e Timorit këtu nuk ka absolutisht asnjë element si ky grup kriminal, të themi, për të cilën ta ketë përfshirë në Atëherë pse i bën akuzat opozita? Si dhe të thash, opozita është në drejtën e vet për të bërë politikë nga mëngjesi deri në darkët. Në qoftë se opozita ka ndonjë gjë që në gjykimin tim duhet të ndryshojë, sepse të mos reflektohet më me numrin e votuesve, edhe opozitës i ka ardhur koha të bëhet e besueshme, në qoftë se do të ketë kredibilitet. Nëse do të vazhdojë me akuza, është në biznes të saj. Por, më vetëm le të them. Po, patjetër. Mos harrojmë se më pyete si ndikon. Mos harrojmë kemi të bëjmë me biznese. Kemi të bëjmë me njerëzit. Shqipëria unë mbret shumë në për Shqipëri, shkoj shumë në për ngjarje apo gjithmonë përpiqem që në një çështje të caktuar me të cilën duhet të raportoj gjithmonë të shkojnë në vend. Shqipëria nuk është ai vendi i cili bërtet rrugëve të Tiranës. Nuk është ai luksi të cilët ngrihet në përkulla. Shqipëria është një realitet tjetër. Janë njerëz në nevojë, janë njerëz të themi pjesa më e madhe e tyre të cilët nuk sigurojnë përditshmërisht. Për fat të keq, po ke një zgjidhje, në qoftë se ti do të jetosh mirë, duhet të përfundosh në durjet e krimit. Por bizneset edhe diktojnë votat. Linda, si e pat ju deklaratën e zotit Dumani që thaj që nuk ka interferim nga hetimi që ka kryer SPAK me agendën e 11 majit pra të zgjedhjeve? Mund të jetë e vërtet sepse hetimet, si edhe të thash, nuk i ka kryer SPAK në gjykimin tim. Hetimet po, janë realizuar, si të themi, shkodimet që janë bërë në Paris, hetimet e kryer nga pjesa italiane, sigurisht dhe SPAK ka rolin e vetë, sepse në fundet mos harrojmë, kemi edhe 2 dëshmitar të drejtësisë, të cilët edhe ata ka një rol të konsiderueshëm pozitiv, por prap çdo dëshmi e tyre duhet marrë në konsiderat dhe në të themi, duhet marrë në të penduarit e ke fjallën? Për të penduarit e drejtësisë. Po, kemi 3 gjithse. 3? Kush janë? Kemi zotin Nureddin Dumani, janë dhe 2 tjerë të kërkoj prapë ndjes me emrat. Po, Nureddin Dumani është ai më kryesor. Në çështjen kryesore me të cilën ne flasim, ka nisur nga zoti, ka nisur nga i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani. Megjithatë, Land, po të lexosh edhe dosjen ose dëshminë e tij. Po të themi ka ca bëshllëqe që ndoshta këtu do jetë sfida e prokurorisë. Për t'i provuar në gjykat? Po. Për t'i shndërruar në prova? Tani këtu të prova, se mos më kaloj, se ju përmendët atë të SKAJ-s disa herë. Unë kisha të renditur ande nga fundi, po ajo është thelbësore. Vendimi i gjykatës kushtetuese për ta kthyer në provë, si është për mendimin tënd? Shumë pozitive, bile do ishte negative, domethënë këtë vend. Nëse do ishte kundër, do ishte zhbërë gjithçka. Unë nuk e di më a do kishim, domethënë, a do besonin më te legitimiteti i organeve legjizlatuese, në qoftë se thërmohet drejtësia. Atëherë prap ajo do ishte edhe mos harrojmë. Për këtë vendim ka pasur, të themi, ka pasur shumë zhurmë, ka pasur shumë interferime, ka pasur shumë çështje të debatueshme dhe e kam ndjekur me interes të madh gjithë procesin që ka shkuar në gjykatën kushtetuese, sepse një problematikë e tillë nuk ka qenë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo dhe në vendet e Ballkanit. Nuk është diskutuar ajo. Nuk është diskutuar. Është provë. Nuk është provë. Komunikimet në vetvete janë marrë. Ajo që është bërë debat me të drejtë, sepse jemi tek shteti ligjor, debat i çështjes debati i çështjes gjyqësore janë çështje të caktuara, ku gjithmonë një palë e cila vendosen në akuzë debatonte dhe ngrinte kundër padin, të themi. Po ky është sistemi i së drejtës, por jo komunikimet në blok. Shqipëria ishte rasti i parë
që shfrytëzoi një rast, dhe këtu kemi sërish të bëjmë me një biznesmen në veri të vendit, i cili kishte të themi kontrollin pothuajse në të gjithë zonën e veriut. Për vite historia për të rikthemi, prandaj thash kjo dosja këtu ndoshta do ketë dhe më shumë kohë për të prokurisë për ta vërtetuar të. Dhe u shfrytëzua pikërisht një akuzë e ngritur ndaj këtij biznesmeni për të legjitimuar të gjithë komunikimet Sky. Dhe po e ndiqja me vëmendje në qoftë se padia do pranohej apo gjykata kushtetuese do vendoste që komunikimet Sky nuk janë prova apo nuk duhet të merren në konsiderat, atëherë këtu do kishte një problem shumë të madh të sistemit drejtësisë. Megjithatë, të themi prap komunikimet Sky nuk janë prova unike. Po, duhet të shoqërohen me prova të tjera. Kjo është puna e prokurorit. Po pra, është thjesht vetëm një përgjigje dhe kaq. Është një bazë shumë e mirë, por ti duhet një prokuror, po themi, duhet të shtojë dhe prova të tjera, nuk duhet të shtojë vetëm me atë. Po. Është siç po themi dhe me dëshmitë e të penduarve të drejtësisë. Por edhe një vrasje, kur ndodh një vrasje, ti mund ta kesh përgjuar, po ti s'mund të kesh vetëm atë provë. Ti duhet të kesh gjurmë të gishtave, ato gjithë ekspertizën balistike, ato mjekë ligjore, nëse ka gjurmë gishtat edhe në trup, po tjerë. Pra, komunikimet në Skype bëhet një grup provash. Por ti rrëzosh të në vetë, është sikur të rrëzosh gjithë shka të tërë protokollin e hetimit procedurial. Tani, të lutem, më bëj një countdown ti kjo organizatë kriminale me 52 antarë. Për çfarë krimesh akuzohet? 1, 2, 3, 4, më të rënda të themi. Po, sigurisht më rënda është trafikimi i lëndëve narkotikët. Deri tani nuk dhunë që kërcënohet, por deri tani nuk kam lexuar. Nuk kam lexuar. Atëherë një trafiku drogës. Trafiku i drogës, ndërkombëtari drogës, injektimi këtyre drogave të forta, kokainë, heroinë, dhe pastrimi i parave. Pastrimi i parave. Por ki parasysh jemi vetëm për ndoshta këta nuk akuzohen në Shqipëri. Ne nuk dim se çfarë ka ndodhur në vende të tjera të Europës, sepse trafiku i lëndëve narkotike nuk është të themi një biznes të cilët arrin ta vetëm ai që është më i zoti në Shqipëri. Është një fushë shumë kriminale, të cilët gjithmonë janë në sfidat që dikush tjetër do kërkojë të marrë atë territorin tënd. Pra nuk di të them. Mund ma japësh përshkrimin e rrugës që ndjek ky trafik për këtë organizatë? Po rrugët janë klasike. Me ato që kanë qenë. Kush janë vendet klasike? Burimet kryesor gjithmonë janë në vendet e Amerikës Latine. Duhet sigurohen Cilat shtete atje? Cilët shtete. Vazhdojmë tani të themi dhe këtu ti muar më gjen gjithmonë në problematikën e madhe. Janë disa shtete që kanë specifika atje? Specifika. Ja, këtu them unë. Po kush janë Meksika, Peruja? Jo, nuk kemi Meksika dhe Peruja, nëse kam lexuar unë, nuk janë interesante edhe për Shqipërinë, për shqiptarët. Ka 2-3 personazhe interesantë që kanë ngritur biznese atje, por që këtu në Peru, për shembull, jam çuditur një biznesmen shqiptar u tha me në Peru. Në Peru? Po, në Peru ishte. Dhe pastaj tentoi këtu të hapte disa kazino, por nuk lidhet me trafikun e drogës. Ka një biznesmen tjetër. Tani unë këtu kam më shumë nevojë për ndihmën tënde për të thënë, kush janë shtetet kryesore të Amerikës Latine që vjen dhe të themi. Po në dosje përmendet si quhet? Në iku komplet emri. Po janë disa shtetë në Amerikës Latine, ndoshta e pjesa jugore. Pjesa jugore. Po në Kolumbi kanë arritur? Po. Kanë arritur në Kolumbi. Kemë Kolumbi. Ke shqiptar të vrarë në Kolumbi. Vetëm emra të lutem, sepse në tek emisioni jot kemi dhe shqiptar të vrarë. Që janë pjesë të trafikut drogës. Që janë pjesë të trafikut drogës. Në Kolumbi. Në Kolumbi. Atëherë të themi pak si arritën, më shumë se sa vendet, për mua në analizë është si arritën shqiptarët aty. E vras mendjen, çfarë ka bërë shqiptarët? Gati kështu si Kristofor Kolombi dhe Amerigo Vespucci. Për të shkuar. Atëherë kanë ndryshuar pak, domethënë në 10 vjeçarin e fundit, dhe grupet kriminale që drejtojnë, që prodhojnë lëndën kokainë, kanë ndryshuar, domethënë janë të themi evropianizuar edhe aty.
Dhe në qoftë se më përpara ka qenë forma klasike që ti duhet kishe para cash që të blije lëndë narkotike në vendet e Amerikës së Jugut,